Ai ka qenë një nga emrat më të mëdhenj të letrave shqip, po flasim për Ismail Kadare. Edhe pse ka patur zëra pro dhe kundër shkrimtarit, shpesh duke e etiketuar si shkrimtari i bllokut, ajo që ka rëndësi për të gjithave është jeta e familjes së shkrimtarit pas kamerave. Bashkëshortja e tij, Helena Kadare, e ka dashur Ismailin deri në adhurim. Helena, kur ishte maturante, ka qenë e fejuar me një inxhinier, të cilin ajo nuk e donte. E si mund ta donte, kur kishte mësuar përmendësh letrën që shkrimtari Ismail Kadare i kishte dërguar asaj nga Moska. Ajo dashuri platonike do të mjaftonte që ajo t'i jepte fund fejesës, pavarësisht presioneve të familjes. Edhe pse Helena ka pranuar që Ismaili e ka tradhtuar, ajo asnjëherë nuk e çoi ndërmend divorcin dhe ka jetuar me Ismailin deri në fund të jetës së tij. Shkrimtari i madh ka ndërruar jetë në korrik 2024, por ajo që ka tronditur jo pak publikun ka qenë deklarata e bashkëshortes së tij, Helena Kadare, e cila është shprehur se edhe pse kanë kaluar 15 muaj të ndarjes së tij nga jeta, ajo ka menduar se bashkëshorti i saj është gjallë. Helena tha: "Do ju tregoj diçka krejt intime. Unë vetëm para 10 ditësh kam hyrë në dhomën e Ismailit dhe vetëm tani kam pranuar se ai nuk është më. Më parë thoja me vete, Ismaili ka dalë, ai do të vi, ai po punon në studion e tij, prandaj unë nuk po e shoh. Kur hyra në dhomën e tij pas 15 muajsh dhe nuk e pash, e pranova që ai nuk jeton më dhe pikërisht tani unë po e pranoj këtë gjë. Tani që e pranova që Ismaili nuk është më mes nesh, më ka filluar vetmia", u shpreh mes lotësh bashkëshortja e shkrimtarit.